Kur të ftohet dikush në darsëm, në arta e pyetja të vllavit që boni, kur ftohet dikush në darsëm, është obligim të përgjigjesh te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse dikush ftohet në darsëm, është obligim të përgjigjesh ftesës. Mirë po, darsmet që bëhen sot vllazni, disa vende sepse ka filluar pak alhamdulillah më dëbërtuar në shtëpia tona fe islame, më dëbërtuar pak era e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thonë dietarët në ato darsme që janë 3 sende. Nuk lejohet besimtari marr pjesë. 3 sende. Sendi i parë është alkooli. Aty ku ka alkool, muslimani ka haram të marr pjesë. Sendi i dytë është bashkimi burra me gra. Bashkimi burra me gra. Sendi i tretë cila është? Muzika. Këto 3 sende vllazni, ku gjindem në një darsëm, tash dhe kushtot të rive, Allah hoj, maki kushtu, që shmartë une? Burra gra s'ka mundësi, bashka si s'ka bashkë, vallaj vllazni këtë velat, këtë fatkeqësit ma të mëdha që kanë dalin poshtë, e 3 sende shtojnë. E djetarët, Allah më shirof, du të më bëhë për ta ditë natë. I kanë cekë këto sende se kanë pa belan. Sot në din kryje e filonit, ka këcyme e filonit. I pi tjetër, edhe në fund ka arti bizinaja. Po në darsëm, ka ndohë poshtë e natë. Dëshmitarën e vetë, pse e kalon ligjin e Allahut të bashku një grup në një markë në çfarë ligjë. Ka pi alkool, diçka bën, u presionin. Ka pi, ka u kontrollën e vet. Edhe atë në muzikë, muzika është shejtani që ta rrit çdo epshin. Se do më thash në Kosovë që ndoj Allah po fta me çfarë muzika. Veç ka shumë. Tri sene është haram me shku. Tjera bën me Allah, lejohet të marr, lejohet të marr me hojë marr ligjata, lejohet jam të me familjaria, mashallah sa vilajet në kanë dalë, çfarë dhe me rrisë për të kohë, pish pa muzikë. Nash. Këtë ka bërë në mënda. Në këta pëllë e këtë mundësi kënë po domethën, këtë këna të gashme. Ka musliman sot doni domethën, më bën halal. Na duhet më kon, ta bëjmë dashje me qyr, Allah më çeni kënaqur me ne. Ai cili është Allah i kënaqur kom pas për çdo pasuri, edhe atë turi, edhe për familjen që më martohet. Ama ai që është i kënaqur Allah me ta, të shkon për çfarë. Ka gjermë cindra shumë suedeze, marpa, çka dush ka gjep në ka hajra familje. Se është më një kënaqur të tjerët, me bopët të tjerët. Prej harameve tjera që bëhet domethënë në martesë, sidomos kjo është me djem të ri, nuk lejohet me tregu shefësitë e marrëdhënieve. Pediriu sabah, ju kënaqsh me punë me pron puna kështu. Gruaja me kishte situacione, gruaja me ka pasur problem, po ndodhen vllazni, Allah na fal gjinohat. Duhet në pas kujdes, po pejgamberi alayhis salam, në ditën e gjykimit njerëzit në pozitë më të keqe, ata persona që dalin në mëngjes në finash mbra me punën e vet, edhe dalin tregojnë çka kanë bërë. Andaj ai u pas frikë Allahu të rëshano. Ne ka bërë pak sujtje, por në racit fjalë, me ne kanë zerë nga goja, po të pas frikë me tregu. Ato që ka bërë në punën e vet e ka haram me çit nga goja e tij. Këto janë disa sa i përket, lutim Allahun të rëshano në falë në tona, prend me tonë në uzu. Jo los që inshallah Allah të rëshano ju ka shpërbly në të daus në bosë të për një orë për dalë a gjarë për shlagë dhe Allah inshallah i afal gjunat e ashtë në sëvapër. Inshallah bazi kënë kështë tribuna e parë. Po kjo është e para përsa për fillim e vladi vikima ka për shqip pa herën të të përhollin qitë e pravëtusën e qitë në dykun tjetër qila ti është me vëndë. O, nga më thakë nga telefon e loga. Do, ma shumë të du bizimot, e shtanë busi, më skrame. Do me thonë, qka, kjo është në kështë e para herën të të mundohemi organizim pak ma të madhë, inshallah nuk mundohemi nërë me kaç, ju falenderoj që keni gjetë kohën e kënë ardhë, vazhdojmë pyetjet e përgjigje. Në fund e kemi në kërkesë të vogël. Një vëlla nga Shkupi, ka vdekur 5 vakli, Allah e fal gjunahet. Kalon familjen e vet jetima kalon. Është kërkesë për të vllaznive nëse ka mundësi të kush më ndihmon. Beni të hoxha, me lonë që të jashtë, të venë marra me lonë kutia se të më qesin 50 orë marra me pasur e 50 orë. Të kush dhe me pullet vjen pare drejt i vend të hoxha, kjo është kërkesa parë. Kërkesë e dytë i gjami ka të mu ndërtu prapë në Gjakova dihet vanë në qafira, për shumica njerëzve dinë, vanë që s'ka erë të islamit fort, kush ka dëshirë, edhe kush do një fitu gjenetin, gjeneti është i madhë, unë e më të dhe një mujtit, telefonin ta me keni mundësi me qunë dhe një ndihmë, pak, sa ka një mundësi me japë, letjet pa jetë Allah dhe shkanë. E falenderojmë zemërsisht në vendimit, cilë në ka një mu dhe ka qenë në vërtanën tonë, e falenderojmë Allah dhe Bikimit cili është edhe gazetar, ky djali mirët me kamera, nëse keni me dashëm halal, ky djali është i kasën djenë, kur kini shef, ky që ndërë malë, no?
edhe se ti inshallah shpejt e komentuar çimë. Allah e shpëlbet na po hallallah. Atë pas vetuar.